Teksa mbusha makinën dhe po pres një shok, po mendoja. Kanë shkatëruar familjet, po shkatërojnë individin, po shkatërojnë ekonomin, po shkatërojnë njeriun, vetë njeriun po e shkatërojnë. Do t'ju them, kush është rastisht si gjithmonë le t'i bëj like faqes nëse më ka bërende, dhe falenderi që jemi për e bashkë. Shikoj, është vështirë sot, është vështirë që të mbahet një familje. Është vështirë sepse nga një ranë gruaja bën si gjithë gratë e tjera. Burri bën si gjithë burrat e tjerë. Nuk po them për familjen time se shqyr Zotit, do Zoti që jemi mirë dhe e falenderoj Zotin që jemi mirë. Por unë po flas për pjesën ndërmuese të popullatave. Në botë e kanë çuar njeriun deri në atë pikë sa të urrej vetveten. Dhe do t'ju them se si. Për shembull, nëse vini re, një njeri, për shembull ky shoku që po vjen tani, ka kohë që ka probleme. Ka probleme me familjen, ka probleme me fëmijët, ka probleme me të gjithë. Dhe problemet kryesore janë me punën. Pra, ati se po mundohemi të gjithë në shokët njëri tjetri që ta mbajmë në këmbë. Pse? Sepse me aq sa mundemi, sepse secili ka familjen, sepse po e shikojmë që po degradohet shoqëria dhe ai po degradohet i ziu dhe nuk di se çfarë të bëj dhe nuk më pëlqeu ajo që tha para disa ditësh, tha pse jeton njeriu? Pse jeton? Nëse nuk ka një punë, një burr, tha pse do të jetoj një burr, për çfarë? Nëse nuk ka një punë, nuk ka një të ardhur financiare sepse del me shokët apo ku të di unë, apo qoftë edhe në familje, qoftë për të bërë spezën, për të shkuar të psonisur. Nëse nuk ka në xhepin e tij një grusht para, pse të jetoj ky njeri? Nëse gruaja bën si do qefi, dhe nga ana tjetër sepse është lehtë, mos gjykoni, po është lehtë të thotë në njëri për shembull që jo, po gruaja ime nuk e bën ose fëmijët e mi nuk i bëjnë. Nuk është e vërtetë, të gjithë kanë probleme. Kush më shumë dhe kush më pak. Dhe nuk duhet paragjykuar sepse po e çojnë ashtu siç duan të tjerët, po e çojnë shoqërinë dhe familjen sot në degradim total. Shiko, familja nuk është më e jona. Nëse keni vënë re, nuk ke të drejti në familjen tënde të bërtasësh fëmijëve, të bërtasësh gruas, sepse mos o zot ti thua ti një fjalë gruas, që nëse nuk e ke grua të mirë, nuk diskutohet, ajo nëse të denoncon ty të shkatërron për të jetën. Dhe njëkohësisht edhe fëmijët, ti nëse do thuash diçka fëmijëve dhe ata të shkojnë dhe të denoncojnë, ti je i shkatëruar totalisht, sepse në vend të arrestojnë. Pra, ku kemi arritur? Ku duan të çojnë këtë njerëzim? Ku? Në çfarë pike deri ku duan të arrijnë? Po ta shikoni, nuk ka më punë, sepse përveç se nuk ka më punë, sepse e kanë degraduar ekonominë, e kanë bërë të qëllimshme, sepse është momenti tani që të heqin parat si i thon cash, që ta vendosin me para virtuale. Mirë po, në këtë periudhë janë të varfrit që po e pësojnë, sepse të varfrit janë ata që po e përballin më keq situatën, sepse nëse keni vënë re, mbijetojnë gjigantët, oligarkët, të tjerët janë zhdukur. Mbaj mend, për shembull, kisha një palë këpuc para 3-4 ditëve, ju prishën këpucët ti me shoqeje. Dhe nuk gjen më një këpucar, nuk ka më këpucar. Në njëri nga ju do të po mirë, 10 euro që kushtojnë këpuc apo 20 euro, aq kushtojnë ato 20 euro se pas një muaj do jetesh prap poshtë. Atëre pse mos i rregullosh? Dikur i bënin me lëkurë, por po thoshja nuk është vetëm ky problemi, sepse nuk ka vetëm këpucar që janë zhdukur, por po zhduken edhe dyqanet e vogla, por zhduket çdo gjë. Pra e kanë detyruar njeriu që të filloj të urrej vetveten, por njëkohësisht edhe të kaloj deri në atë pikë sa ai mos të ketë mundësi që të ngrë kokën, sepse po t'i vini re, askush nuk e ngrë. Thon, flasin, por askush nuk e ngrë kokën, se në fundi thot, pse do ta haun, thot, dikush. Dhe po t'a vini re, edhe brenda këtyre rrjeteve sociale, i kanë shkatëruar fëmijët, i kanë shkatëruar familjet, i kanë shkatëruar gratë edhe burrat njëkohësisht, sepse gratë shkojnë me burra dhe burrat shkojnë me gra, apo jo. Kështu që ne kur themi kështu që ajo gruaja ose ato gratë janë bërë kështu, sepse meshkujt shkojnë. Pra, nëse shkojnë meshkujt, shkojnë dhe gratë, kështu që është
për të gjithë problemi. Dhe e kanë bërë këto rrjetet sociale, por një sekond, sepse rrjetet sociale është e vërtet që i drejton dikush, por njeriu duhet të ndërgjegjësohet dhe të shikojë se përse shërbejnë rrjetet sociale. Për shembull, ka shumë njerëz që nuk dinë ti përdorin rrjetet sociale. Rrjetet sociale mund të informohesh me to, sepse informacioni është tepër i rëndësishëm, siç e kemi thënë, sundon botën dia. Dhe nëse ti nuk ke informacion, nuk ke dije. Pra dija është tepër e rëndësishme. Mirë po, ka shumë njerëz që futen nëpër rrjetet sociale vetëm për të kapur me dikë, për të ofenduar dikë, ose për të parë se çfarë po bën njëri apo tjetri, në vend që të informohen. Ose të rinjt e sotëm, në vend që të informohen për shkenca, për fizikën, për matematikën, për çfarë do lloj gjë dhe për mësime. Jo, por tër ditën duke bërë scrolling atyre videove. Një gjë, nuk është se unë jam kush e di, absolutisht jo. Të gjithë bëjnë gabime, edhe unë kam momentet e mia që dua të shikoj një film, dua të shikoj një video, apo ku ta di unë, edhe për të qeshur ndoshta. Okej? Por unë mundohem që të informohem, sepse siç u them, shpesh informacioni është baza e jetës së njeriut. Dhe këto informacione që ndaj për herë me ju, padyshim diku i kam lexuar, diku i kam parë dhe informohem. Pra nuk është se linda i zgjuar, askush nuk lindi i zgjuar. Por po u thoshja që nëse shikon nga një këndvështrim, pra nga një këndvështrim imi ose dikujt tjetër nga lart, ti kupton që diçka po ndodh në këtë shoqëri dhe po thërmohet, shoqëria po shkatërrohet dal nga dal. Dhe ky është problemi kryesor. Ky është problemi i të gjithëve. Kështu që unë mendoj që njeriu në radhë të parë secili duhet të ndërgjegjësohet, sepse është një moment delikat, që në radhë të parë ndryshojmë veten, por është problemi edhe për të ardhmen e fëmijëve, sepse fëmijët ku do shkojnë? Ku do mbyten fëmijët? Pra duhet jemi ne ata, sepse tek ne mbështeten që t'u japim informacionet. E se po më dërgojnë mesazhe dhe thash mos ishte ky shoku. Pra, momenti që po kalon njerëzimi tani është tepër delikat, sepse, siç ju thash, nga një anë teknologjia po shkatërron, sepse po shkatërron nga një anë. Pra, duhet të dish ta përdorësh teknologjinë. Bile sa kur të futet robotika dhe të futet inteligjenca artificiale me robotikën, gjysma e njerëzimit do jetë akoma më keq. Pra, ai parashikim ku thuhet që do të ketë vite të tribolacionit, pra të një shturje të madhe, po vjen. Sa po ka filluar. Dhe unë mendoj që këto janë ato vitet deri në vitin 2030-2040 që do ketë lëvizje të mëdha. Dhe kur të vinë robotat dhe kur të vinë inteligjenca artificiale që do pushtoj tër planetin, nuk do ketë më as punë. Dhe njerëzit ku do hanë? Një pjesë e tyre do vrasin veten, sepse ku do shkojnë? Një pjesë prej tyre që merren vetëm me këta që merren me këto, me thashetheme apo ku futen nëpër internetra ose në rrjetet sociale që duke u marrë me njërin apo me tjetrin, nuk do ekzistojnë më, sepse shoqëria po ndahet në dy grupe. Pra ti je i detyruar që të hash ku do hash. Pra je i detyruar që ose do ngordhesh për të ngrënë ose do të detyrojnë që të bësh diçka që ti të hash. Dhe do hanë njerëzit njëri tjetrin. Unë thjesht e përsëris edhe një herë, këto janë mendimet e mia, mund të jenë edhe gabime, por unë do dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë? Siç ju thash, tani burri është bërë grua, gruaja është bërë burr. Fëmijët tani kanë egoizmin dhe jetojnë në vetmi, nuk duan t'ia dinë për prindrit e tjerë. Bota është shturur gjithandej, teknologjia ka shturur mendjet, ekonomia është për tokë, nuk ka punë, ku ta di unë. Më thoni ju, nëse nuk është ky fillimi i një fundi trisht, më thoni. Pra, ndoshta këto janë ato fillimet kur thoshte ndonjë i vjetër shqiptar thoshte do të vi fundi dhe do të vi nga dal dhe ata që do mbet do hanë me luk floriri. Megjithatë pres komentet tuaja, më falni që doja që të shfryesha një herë kështu, më falni dhe kaloshi një mbrëmje të këndshme.